Për sa kohë që qeveria italiane shpërdoron paratë e taksapaguesve, Italia do të shembet nga ekonomia deri te kullat, kështu deklaroi zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme të Rusisë, Maria Zakharova, në kanalin e saj në Telegram, duke komentuar shembjen e kullës mesjetare Torre dei Conti në forumin perandorak. Një pjesë e Torre dei Contit mesjetare u shemb ditën e sotme gjatë punimeve për rinovimin në Romën qendrore pranë Kolosseut, me zjarfiksit që shpëtuan 4 punëtor, ndërsa njëri prej tyre mbeti i bllokuar në rrënoja. Në të njëjtën kohë, Rusia vazhdon përparimin e saj në Pokrovsk, ndërsa ukrainasit përpiqen të mbajnë mbrojtjet e tyre për të parandaluar kapitullimin e një tjetër fortese të Donetskut. Në Kupiansk, Kharkiv, trupat ruse pretendojnë gjithashtu se kanë zbrapsur një përpjekje ukrainase për t'i shpëtuar rrethimit, diçka që Kievi vazhdon ta mohojë. Strategjia e Moskës duket e qartë të godasë Ukrainën, ndërsa diplomacia mbetet në ngërç dhe të mbajë tensionet lart në Europë, me më shumë dronë të parë mbi një bazë ushtarake në Belgjik. Ndërkohë Zelenski njoftoi mbërritjen e raketave Patriot nga Berlini, ndërsa vazhdoi të godiste zemrën prodhuese të naftës në Rusi. Shtabi i përgjithshëm mori përgjegjësinë për sulmin ndaj rafinerisë Tuapse në Krasnodar. Ndërkohë, ditën e sotme Belgjika lëshoi alarmin se dronë të dyshimt kanë pushtuar bazën ushtarake në kufi me Hollandën, dhe në këto kushte Rusia është i dyshuari kryesor.